Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohoj me zhvillimet e ditës. Me firmën e Edi Ramës, Ulsi Manjas dhe Tauland Ballës, socialistët kanë dorëzuar në kuvend draftin që synon të mos lejojë gjykatat të pezullojnë nga detyra drejtuese që mbajnë poste kushtetuese. Drafti parashikon shtimin e 7 kategorive të reja, përveç deputetëve dhe kryebashkiakëve, të cilët nuk mund të ndalohen nga ushtrimi i detyrës përmes vendimeve gjyqësore paraprake. Qasja e mazhorancës u shpjegua si një mas për të vendosur kufij të qartë mes pushteteve dhe për të ruajtur funksionimin e ekzekutivit. Në mbledhjen e grupit parlamentar të socialistëve, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja prezantoi dokumentin që synon ndryshimin e nenit 242 të Kodit të Procedurës Penale. Sipas këtij ndryshimi, përveç deputetëve dhe kryebashkiakëve nuk mund të pezullohet nga detyra presidenti, avokati i popullit, kryeministri, zëvendëskryeministri, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetari i KRSH-s. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendëskryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Manja argumentoi se ndryshimi i propozuar plotësoi një bërshllok ligjor, ndërsa kryeministri Rama theksoi se ai nuk cënon as pak pavarësinë e gjyqësorit, por vetëm vendos kufi për ndërhyrjet e mundshme te sistemi gjyqësor në punët e ekzekutivit. Unë mendoj që bërshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim, bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Kreu i qeverisë u ndal edhe te çështja Balluku, duke konfirmuar se zëvendëskryeministria kishte dorëzuar dorëheqjen 3 herë, por Rama kishte refuzuar çdo herë pranimin e saj. Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje, 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Ai theksoi prerazi se me këto ndryshime ligjore nuk cënohet as pak pavarësia e gjyqësorit, por zënohet vendosja e një kufiri mes pushteteve për funksionimin e shtetit demokratik. Vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hynë e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë, shumë e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që i jep pushteti gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Drafti pritet të diskutohet në kuvend dhe sipas qeverisë, ndryshimet do të shërbejnë për të vendosur qartësi ligjore dhe për të mbrojtur funksionimin demokratik të institucioneve pa cënuar pavarësinë e gjyqësorit. Ish kryeministri Sali Berisha e cilësoi nismën e mazhorancës për të kufizuar pezullimin e ministrave si një sulm direkt ndaj sistemit të drejtësisë. Ai tha se pezullimi shërben si mjet ndëshkimi për zyrtarët e lartë që abuzojnë me pushtetin. Berisha kërkoi gjithashtu ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet ndërkombëtare dhe paralajmëroi gjithashtu kundërshtimin e fuqishëm në parlament.
Ish kryeministri Sali Berisha e cilësoi nismën e mazhorancës për të kufizuar pezullimin e ministrave si një sulm direkt ndaj drejtësisë. Sipas Berishës, ndryshimet e propozuara nga socialistët synojnë të mbrojnë kryeministrin dhe kabinetin e tij nga hajtimet dhe masat disiplinore. Edi Rama, për të mbrojtur krimet e tij monstruoze, për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme, po kalon në veprimtari të tjera në asgjësimin e sistemit të drejtësisë në miratimin e ligjeve, për të mbrojtur veten e tij dhe banden e tij plaçkitëse qeverit. Ish kryeministri theksoi se pezullimi është një instrument ligjor i institucionit akuzës dhe gjyqësorit që ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe ndëshkimin e atyre zyrtarëve që përdorin pushtetin për vjedhje. Është një drejtë e institucionit të akuzës dhe gjykatave e sankcionuar dhe në opinionin e Këshillit të Venecias në rastin e ligjit, rastin e miratimit të procedurës penale, të ligjit të kodit procedurës penale të Kosovës, konkretisht nenit korespondues të nenit 224 të kodit procedurës penale të Shqipërisë. Pra, pezullimi në mënyrë absolute nuk nënkupton pezullimin e asnjë funksioni në vend, nënkupton ndëshkimin në emër të interesave të qytetarëve, të zyrtarëve më të lartë që përdorin pushtetin për të vjedhur dhe për keqbërë ndaj qytetarëve. Berisha kërkoi që autoritetet ndërkombëtare të hetojnë presionet ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, duke përfshirë telefonata dhe kërcënime të supozuara nga kryeministri. Duhet bëjmë dije dhe i bëj thirrje autoriteteve, kombëtare dhe ndërkombëtare, të hetojnë qëndrimin e tij kërcënues ndaj gjykatësve kushtetues. Të hetohen të gjithë telefonatat e tij të bëra edhe pas mesnate, kërcënimet e tmerrshme që janë bërë gjykatësve, që të votojnë përzimin e anullimit. Në një mesazh të drejtë për drejtë, Berisha i kërkoi kryeministrit të ndërmarrë masa ndaj zëvendëskryeministres, duke përmendur se ky ishte edhe mesazhi që ishte përcjellë Ramës gjatë vizitës së tij në Bruksel. Nuk tolerojmë në mënyrë absolute asnjë ndërhyrje. Ky është mesazhi i Brukselit në çështje drejtësisë, asnjë pengesë. Së dyti, shkarkoje menjëherë Lubin. Të njëjtën akuzë në adresë të kryeministrit, Berisha i vijoi edhe në SPAK, ku ishte në zbatim të masës detyrim paraqitje, ku paralajmëroi votun kundër në parlament ndaj ndryshimeve të sjellura nga socialistët. Pezullimi i zyrtarëve nga detyra për keqbërjen e tyre ndaj qytetarëve është një nen, është një ligj, është një drejtë ligjore kushtetuese e prokurorisë e institucionit të akuzës të çdo vendi. Sipas Berishës, këto ndryshime ligjore i mbyllin Shqipërisë dyert e integrimit. Pas thirrjes në Komisionin Evropian për të mos vonuar procedurat parlamentare, mazhoranca socialiste ka ndryshuar qëndrim për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Niko Belishi ka firmosur mbledhjen e Këshillit të Mandateve për ndryshimin dhe shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë. Dosja e SPAK pritet të merret në diskutim pas 2 muajsh pritjeje. Parlamenti shqiptar do të rikthehet shqyrtimit të kërkesës për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres Belinda Balluku pas një periudhe zvarritjesh dhe debatesh procedurale. Lëvizja vjen njëherë pas mesazhit të Komisionit Evropian, i cili kërkoi që institucionet shqiptare të procedojnë pa vonesa me çështjet që lidhen me drejtësinë dhe barazim para ligjit. Kryetari i Kuvendit Niko Belishi ka firmosur urdhrin për mbledhjen e Këshillit të Mandateve në 23 shkurt, ku do të merret në analizë kërkesa e SPAK për heqjen e mbrojtjes parlamentare. Kjo kërkesë kishte mbetur pezull prej afro 2 muajsh në zyrtarët e Kuvendit pa një vendimarrje konkrete. Mbledhja e fundit e këtij këshilli ishte zhvilluar në dhjetor, por diskutimet ishin përqendruar kryesisht në procedura, pasi përfaqësuesit e opozitës dhe mbrojtja ligjore e deputetes pretendonin se nuk ishte akses të plot në materialet hetimore që përbëhen nga mijëra faqe dokumentacion, ndërkohë mazhoranca kishte zgjedhur të priste vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, ndërsa kryeministri Edi Rama ishte shprehur se nuk ishte urgjencë për heqjen e imunitetit, përsa Balluku ishte e pezulluar nga detyra dhe hetimet mund të vijonin normalisht. Megjithatë, pas vizitës së Ramës në Bruksel dhe takimet me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, duket se qasja e shumicës ka ndryshuar. Deputetët do duhet të vendosin nëse do t'i hapin rrugë prokurorisë për masa më të forta sigurie, si arresti shtëpiak apo dhaj me burg. Procesi gjyqësor i 4 ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë është tema kryesore e librit të ri Kur heshtja flet të autorit dhe diplomatit Ahmet Shala.
Promovimi i librit u zhvillua të hënën në Prishtinë, ndërkohë që në Hag vazhdon faza përfundimtare e gjyqjet ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ngjarja tërhoqi vëmendjen e liderëve politikanë shqiptar, duke përfshirë kryeministrin e vendit Edi Rama dhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Një ditë para 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar në Prishtinë, ku ka zhvilluar takime me krerët e shtetit dhe ishte i pranishëm edhe në promovimin e librit Kur heshtja flet të autorit Ahmet Shala. Libri Ahmet Shalës paraqet një pasqyrë të thedhuar mbi përballjet ligjore që kanë përjetuar ish krerët e UÇK-s në Hag dhe sfidat morale e politike që i kanë shoqëruar. Promovimi në Prishtinë u shndrua në një moment reflektimi mbi të kaluarën dhe drejtsinë, duke mbledhur figura kryesore të jetës politike dhe publike të Kosovës dhe Shqipërisë. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka vepruar me guxim dhe integritet për të mbrojtur institucionin e presidencës nga ndërhyrjet e padrejta të prokurorisë dhe për këtë arsye ajo është kërcënuar. Mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidentja e Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet, por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë. Edhe nga Prishtina, kryeministri dënoi kërkesën e prokurorisë në Hag për dënimin me nga 45 vite burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Por çështja është që ata nuk janë thjesht idiot. Ata janë instrumenta të një gjykate e cila është edhe më politike, fatkeqësisht, se sa gjykatat e Serbisë. Për perëndimin flas. Nëse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjalli për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clintoni, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blairi, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve dhe faktikisht duhet të ndodhi eksaktësisht ajo që ka predikuar Slobodan Miloševići, që dhe ai bashkë me atë tjetrin Zviceranin mos gjet kur prej aty ku është. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani foli për padrejtësitë që lidhen me këtë proces, duke i quajtur këto gjyqje një kërcënim ndaj lirisë dhe pavarësisë së vendit. Ajo nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të drejtave të qytetarëve për të mos lejuar devijime nga parimi i shtetit ligjor. Liria e fituar me sakrificë nuk kërkon zë të lartë për të mbrojtur, por kërkon qëndrim të drejtë, kërkon kujtesë të përhershme, e mbi të gjitha kërkon drejtësi. Sepse bijtë e bijat e këtij vendi që dhanë gjithçka për atë dhe secili prej nesh që jemi sot këtu. E dim se një histori e shkruar me gjak, asnjëherë nuk mund të fshihet e as të shtrembrohet nga gënjeshtra të shkruara në letër. Autori Ahmet Shala shpjegoi se motivimi për të shkruar librin ka ardhur nga dëshira për të transmetuar përvojën e dhimbshme të luftës dhe pasojat e saj të brezat e rinj. Ai e përshkroi veprën si një rrëfim të thjeshtë, por të rëndësishëm, që synon të jap një pasqyrë të sinqertë për betejat morale, politike dhe njerëzore që e shoqëruan periudhën e pas luftës në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Prishtinë, ku u prit nga homologu i tij Albin Kurti pas konfirmimit të qeverisë së re të Kosovës disa ditë më parë. Vizita u realizua një ditë para ditës së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt dhe synoi forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik ndërmjet të dy vendeve. Gjatë qëndrimit të tij, Rama zhvilloi një takim me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, ku diskutuan çështje të rëndësishme rajonale dhe bilaterale.
Në kuadër të vizitës së tij në Prishtinë, kryeministri Edi Rama u prit me pritje zyrtare dhe zhvilloi një seri takimesh institucionale. Takimi kryesor me Albin Kurtin shërbeu për të diskutuar prioritetet e qeverisë së re të Kosovës dhe mënyrat për të thedhuar bashkëpunimin ekonomik, energjetik dhe infrastrukturor ndërmjet dy vendeve. Një vëmendje të veçantë gjatë vizitës ju kushtua takimit me presidentin Vjosa Osmani, ku trajtuan çështje që lidhen me stabilitetin rajonal, sigurinë dhe integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Rama dhe Osmani shkëmbyen mendime mbi rëndësinë e procesit gjyqësor në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s dhe ndikimin që ky proces mund të ketë në paqen dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në rajon. Në fjalën e tij, kryeministri Rama theksoi domosdoshmërinë e mbajtjes së marrëdhënieve të forta mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke nënvizuar se dialogu i vazhdueshëm dhe koordinimi mes dy qeverive është i domosdoshëm për përballimin e sfidave politike, ekonomike dhe sociale në Ballkanin Perëndimor. Ai gjithashtu riafirmoi angazhimin e Shqipërisë për mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe përforcimin e lidhjeve strategjike ndërmjet dy vendeve. Vizita e Ramës në Prishtinë përfundoi me një mesazh të qartë për bashkëpunim të ngushtë rajonal dhe përgatitje për përkujtimin e ditës së pavarësisë së Kosovës, duke e cilësuar këtë vizitë si një hap të rëndësishëm për konsolidimin e marrëdhënieve bilaterale dhe stabilitetin në rajon. Ecime të tjera informacione, Prokuroria e Tiranës ka caktuar masën ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe pezullim i ushtrimit të detyrës për Gëzim Sala, drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili po hetohet për shpërdorim detyre. Hetimi lidhet me punësimin e Muçi Shalianit, i cili u punësua në kundërshtim me ligjin dhe humbi jetën në atentatin e Rinasit, ku vraj edhe Gilmando Dani. Sipas prokurorisë, dokumenti prezantuar nga Shaliani ishte i falsifikuar dhe Sala ka anashkaluar procedurat ligjore. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar pezullimin e drejtorit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Gëzim Sala, në hetim për shpërdorim detyre. Hetimet e prokurorisë zbulojnë se Muço Shaliani, i njohur dhe si Sheqeri, ishte i punësuar në mënyrë të palishme në AMP, në pozicionin e ndihmës specialistit në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Dokumentet e dorëzuara nga Shaliani rezultojnë të falsifikuara, pasi nuk ekzistonin në sistemin zyrtar të AMP-s. Punësimi i tij kishte ndodhur brenda vetëm 2 muajsh dhe pa respektuar procedurat e detyruara ligjore dhe rregullat e brendshme të agjencisë. Prokuroria bën të ditur se Shaliani kishte marrë rrok të rregullt që nga data 16 shtator deri në 11 nëntor 2025, pa u paraqitur kurrë në punë apo pa kryer ndonjë detyrë zyrtare. Hetimet tregojnë se kjo situatë ka ardhur si pasojë e urdhrave të drejtorit Sala, i cili ka lejuar punësim në shkelje të ligjit. Për këtë arsye, ndaj Gëzim Salës është vendosur masa e sigurisë, ndalim i daljes jashtë shtetit dhe pezullimi nga i ushtrimit të funksionit publik. Autoritetet kanë nënvizuar se veprimet e tij kanë krijuar rrezik të drejtë për drejtë në funksionimin e lishëm të AMP-s dhe po vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e tjera penale që mund të lindin nga ky rast. Një 38 vjeçar nga Elbasani është ekstraduar nga Danimarka drejt Shqipërisë pasi kërkoi ndërkombëtarisht për pastrimin e produkteve të veprës penale. Daniele Matoshi, i njohur dhe me identitete të tjera, kishte mas sigurie arrest me burg nga gjykata e Elbasanit. Ai dyshohej se kishte investuar në vend para të përfituara nga aktivitete kriminale jashtë Shqipërisë. Autoritetet shqiptare kanë finalizuar procedurat e kthimit në atë të një personi të shpadhur në kërkim ndërkombëtar për çështje që lidhen me pastrimin e parave. 38 vjeçari identifikuar si Daniele Matoshi, i njohur gjithashtu me emrin Daniele Çela dhe Oklit Çela, u ekstradua nga Danimarka pas bashkëpunimit me strukturat ligjzbatuese të dy vendeve. Sipas dosjes hetimore, në korrik të vitit 2025, gjykata e Elbasanit kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg, pasi dyshohet se kishte legalizuar të ardhura që buronin nga veprimtari kriminale. Për këtë arsye ai ishte shpadhur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa u lokalizua dhe u ndalua në Danimark. Emri i tij lidhet dhe me një çështje të mëparshme në Norvegji, ku në vitin 2017 ai dhe vëllai i tij u dënuan nga gjykatat vendase për trafik droge në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal që vepronte në atë shtet. Hetuesit dyshojnë se fitimet e përfituara nga kjo veprimtari janë transferuar dhe investuar më pas në Shqipëri. Nga verifikimet e kryera mbi pasuritë rezultojnë se në emër të tij dhe familjarëve janë evidentuar
prona dhe investime që nuk justifikohen me burimet palishme. Për këtë arsye, në vitin 2022 gjykata vendosi sekuestrimin e aseteve me vlerë rreth 400.000 euro. Mes pasurive të bllokuara përfshihet një apartament, një njësi biznesi dhe një garazh në Elbasan, si dhe një ndërtesë gjykatëshe në Peshin. Hetimet pritet të vijojnë për të verifikuar origjinën e plotë të këtyre aseteve dhe përgjegjësitë penale të dyshuarit. Në asamblenë zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka u rizgjoll pa kundër kandidat për një mandat të ri 4 vjeçar. Të gjithë anëtarët e pranishëm votuan pro kandidaturës së tij, duke e konfirmuar si kreun e institucionit për vitet e ardhshme. Duka premtoi të përqendrohet në zhvillimin e futbollit, infrastrukturës dhe stabilitetin financiar të federatës. Në asamblenë zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka u rizgjedh pa kundër kandidat për një mandat të ri 4 vjeçar. Rizgjedhja e Armando Dukës në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit për mandatin e 7 vjen pas një procesi ku ai ishte i vetmi kandidat i propozuar nga anëtarët e asamblesë zgjedhore. Në fjalën e tij, Duka e cilësoi rizgjedhjen jo vetëm si një vot besimi, por dhe një si përgjegjësi të madhe për të avancuar futbollin shqiptar në të gjitha nivelet, duke përfshirë kampionatet, ekipet kombëtare, zhvillimin e infrastrukturës dhe sigurinë e stabilitetit financiar të FSHF-s. Ai gjithashtu shprehu dëshirën që Shqipëria të jetë pjesë e kampionatit botror 2026. Në ceremoninë e asamblesë zëvendës presidenti UEFA-s Gabriele Gravina përgëzoi Dukën dhe e cilësoi këtë ditë si një moment vendimtar për të ardhmen e futbollit shqiptar dhe të integruar në atë europian. Gjatë pasaj mbledhje u zgjollën edhe anëtar të rinj të komitetit ekzekutiv për 4 vitet e ardhshme, ku 5 prej tyre janë fytyra të reja në strukturën e drejtuesve: Blendi Fevziu, Armando Cungu, Geri Çipi, Erind Resuli dhe Edmond Hasanbelli. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 17 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe rreshje dëbore në zonat veriindore dhe juglindore. Paraditja do të jetë me rreshje të dendura në shumicën e territorit, ndërsa pasditja vijon me rreshje intensive, sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Gjatë ditës nuk priten intervale të konsiderueshme me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jug-perëndimor, me shpejtësi 4 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 5 deri në 9 gradë Celsius. Berat, 3 deri në 11 gradë Celsius. Korç, -2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 3 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, duke sjellë rreshje shiu dhe në disa zona rreshje bore. Paraditja do të jetë me rreshje të her pas hershme, ndërsa pasditja sjell intensifikim të rreshjeve në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius.
era do të fryje lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 6 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 5 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 7 gradë Celsius, Pej 1 deri në 5 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 7 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 8 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 9 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius, Suharek 1 deri në 10 gradë Celsius, Prizren 0 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të shndroheni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.